Edhe ju po të ishit ambasador e një vendi sot, do thënë çfarë do të bënit? Ato gjëra që janë për të thënë janë thënë. Do thënë ato çfarë kërkesat që kanë supozojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me qeverisin janë bërë të qarta në çdo dalje përfaqësuese së Shtetet e Bashkuara. Çështja e luftës kundër korrupsionit, luftës kundër narkotrafiqeve, se këto janë pjesë sidomos kjo e narkotrafiqeve që prek edhe shkel në kallo pak edhe strategjinë kombëtare të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mesazhet janë dhënë në çdo moment. Do të thënë, nuk është se janë të pavëmendshëm ose të painteresuar për këtë gjë. Thjesht kuptohet, gjërat thuhen në një kontekst të caktuar, vendimet merren në një kontekst të caktuar, por gjithsesi është e vërtetë që nëse në Shqipëri do ndryshojë diçka, nuk do ndryshojë sepse do vi dikush edhe të na i zgjidhë problemet me një telefonat ose me një helikopter. Kjo është e sigurt, do ndryshojnë gjërat këtu atëherë kur shqiptarët të marrin fatin e tyre në dorë, kur të mos tolerojnë më të trajtohen siç trajtohen. Jemi në fund të minutazhit, por kam dhe një pyetje sa i përket kësaj agjendës ndërkombëtare të zotit Rama. Bordi i Paqes, nuk po i hym në themel, nuk duhet ande këtej. Takimet me Ivanka Trump, vizita në Izrael, ka shumë njerëz që mendojnë se zoti Rama po mundohet të blej influencë politike në sferën ndërkombëtare, sepse shikon këtë si i vetmi mundësi nga e cila mund t'i vijë një sulm ndaj pushtetit të tij. Pra, nga mund të sënohet pushteti i tij nga jashtë. Dhe ai po lufton, po hidhet në sulm dhe po vepron për të blerë influencë politike jashtë, sepse brenda thonë shumë komentator nuk ndjehet i kërcënuar. A e shikoni këtë lëvizje ndërkombëtare dhe ju pikërisht në këtë lente dhe sa të frytshme mund të jenë? Unë shikoj që paralelisht me gjithë përpjekjet e Ramës për të arritur këtë që thonë ju, jam shumë dakord që natyrisht që për atë arsye po përpiqet ta bëj. Vazhdoj të konstatoj kërkesat e Shtetet e Bashkuara, në rastet që ju përmendet lidhen kryesisht me Shtetet e Bashkuara, dhe vazhdoj të konstatoj kërkesat dhe shqetësimet e atyre për problemet e korrupsionit, krimit të organizuar, narkotrafiqeve. Besoj që se kam gabim. Siç e thash edhe pak më parë, në qoftë se këto probleme s'do ekzistonin me Amerikën, as do përmendeshin. Në fakt përmenden çdo herë që kemi një deklaratë. Do të thotë që me sa duket, edhe nëse po përpiqet, dhe besoj që po përpiqet, nuk qenë ka dhënë suksesshëm. E para, e dyta, kur ne themi që ndryshimi në Shqipëri do të vijë jo për shkak të ambasadave ose të BE-s ose kësaj, por për shkak të faktorit vendor, për shkak të njerëzve që bashkëpunojnë të gjithë me parti pa parti për ta ndryshuar situatën, atëherë është e qartë që sado të blesh influencë jashtë, nuk mund ta parandalosh të lloj ndryshimi. Ty mund të vinë, mund të mblidhen gjithë ambasadorët e botës, vinë në Shqipëri edhe thonë që në Shqipëria s'ka krim të organizuar, që s'ka korrupsion, gjithë janë të ndershëm, ç'do bëjmë, do ta besojmë? Natyrisht që nuk e besojmë. Nuk e ndalon dot këtë lloj procesi, edhe përmes blerjes së influencës ose çfarëdo lloj gjëje tjetër. Pavarësisht se unë edhe ato e shikoj si përpjekje të dështuar.